e përmendëm ne edhe para se me fillu që ne e kemi mendoj që ka fillu me një çasti të gabuar, sepse na ka zënë pak të papërgatitur edhe nuk është në rregull që ne nuk kemi qenë tashmë duke i përcjell trendet botërore, sepse ne kemi dëshirë me vlerësu që Kosova përbën rast specifik që nuk është e vërtet. Ne madje me këto trendet e dezinformatave, keq informimet, apo me këtë termin fake news që kanë qef me përdor politikanët, ne jemi shumë më mbrapa edhe nuk jemi shumë të avansuar pastaj në përgënjeshtrimin e tyre e të tjera. Ka fillu për me mbrojt gazetarët, fillimisht në Kosovë është përgënjeshtrimi i këtyre dezinformatave është bërë direkt nga gazetarët. Fatmirësisht gazetarët kanë qenë të mësuar se si ta bëjnë sepse janë ngrit kapacitetet e tyre, mirë po gazetarët pastaj kanë hasë në probleme kur ka ardhur puna të përballen me qytetarët, sepse qytetarët nuk janë të informuar apo nuk janë të edukuar mediatikisht për të bërë dallimin mes një informate, mes një lajmi, edhe pastaj me dezinformatat. Kështu që na kemi pas shumë të rëndësishme që t'i ndihmojmë gazetarët, t'i ndihmojmë qytetarët dhe një herët të rreshtohemi me platforma siç është Hibridi, siç janë iniciativat e tjera të shoqërisë civile edhe të mediave në Kosovë, sepse ne jemi në anën e njëjtë për me ndihmu proceset. Këtë e bën shumë të vështirë edhe fakti që nuk kemi programe të dedikuara për ngritje të kapaciteteve të qytetarëve në përgjithësi, nuk është e përfshime si lëndë obligative në kurrikulat shkollore. Ka të bëjë me edukimin, me dira pastaj.